që ishte edhe një vazhdimësi e një Shqipërie ekonomikisht shumë të lodhur. Ka një statistik mbi 30.000. Dhe ishte momenti historik që shkonin në gjithë Europën. Kështu që nuk është se kjo e përjashton atë që është organizimi. Ajo që bën përshtypje me dosjen e Epstein, mos më bën përshtypje në kuptimin se si lëvizin elitat në atë që është mbajtja e pushtetit. Pushteti mbahet përmes shantazhit. Shantazhi më i madh që bëhet është të dish të fshehta të errta, të kujdoj që ka pushtet. Dhe Epsteini ishte i trajnuar në mënyrë perfekte për të arritur këtë. Dhe kur shkonin në ishullin e tij, të paktën nga disa të tjera fajle, rezulton që ai ishte një mënyrë për t'i joshur këta njerëz kaq të fuqishëm, kryesisht botën e biznesit, targetonte se ajo botë e biznesit pastaj çonte dhe financonte botën politike. Se Amerika funksionon mbi lëvimet politike, në të cilën duke i ofruar këto vajzat sipas dëshirave të tyre, perversioneve absolute të tyre, bënte dhe dillet mbas. Dhe Epsteini figuron që në të gjithë këto individ, mbas i ofronte këto vajzat, dhe jo vetëm vajza, se ka dhe djem, se duhet ta përcaktoj edhe të anën tjetër të errët, bënte marrëveshje shumë fuqishme me ta dhe merrte koncesione në vende të ndryshme të botës, duke futur këtu ajo që ndoshta bëri dhe më përshtypje, ishte vende arabe, ku flitet edhe për princin e kurorës, që për mentalitetin e tyre këto lloj gjërash dakord ato bëjnë, por jo në këto lloj formash, të paktën janë shumë jo kaq publike dhe kanë një lloj kodi ndryshe, le të themi. Është pak më e thellë duke u lidhur edhe me konceptin fetar të tyre, pak më ndryshe. Se kemi parë aty lloj. Pikërisht. Kemi parë, po e kanë fjalën në makro. Këtu flasim në nivel jashtë territorit të tyre, flasim në një nivel ndërkombëtar ku ekspozimi është me personazhe shumë të fuqishëm gjithë botës. Epsteini është një figurë për mua e ndërtuar, e strukturuar, e financuar. Nga kush? Patjetër, e thanë dhe kolegët para. Shërbimet sekrete gjithmonë, nëse duan të arrijnë të kontrollojnë elitat, i kontrollojnë dhe për mua ato janë pushteti vërtet që qëndron mbas kujdo elite, përtej të kujt le të themi shteti janë, të cilët gjejnë pikat e dopta të secilit. Dhe shohim që në këtë botë të Epsteinit, pikat e dopta të kryesisht meshkuj, dhe po t'i vini re janë meshkuj, 90% janë meshkuj, në më them më shumë. Seksi është ajo që para pushtet seks. Jo, kush e ka strukturuar, them. Kush e shërbimet sekrete, po kush e strukturon? Funksionon në shërbimet sekrete të kujt vendi? Është bota e errët e kujt vendi, nuk apo të disa vendeve. Tani përderisa i përdorin forma të ndryshme për të kontrolluar dhe politikanët e tyre, dhe biznesmenët e tyre. Pra ishte një lloj pike katalizator, ose kjo vajza këtu në foto, në të gjitha këto fijet, që ai ishte epiqendra e gjithçkaje. Dhe ajo që ka bërë përshtypje. Po nëse në të gjitha vendet e botës që ka e përfshirë elita, pushteti, pse Shqipëria mund të mos jetë e përfshirë? Shqipëria mund edhe politikisht e kanë fjalën. Po politikisht nuk ishim ne në ato vite akoma të strukturuar. Unë mendoj që strukturimi i Shqipërisë në këtë lloj niveli ka ardhur pak më vonë. Në ato kohë duam apo s'duam ne, mirë apo e keqe, është një lloj pjese e një